Në 5 situata, Arsida, po apo jo, Denardo, Teuta dhe Egzoni, ndërkohë që vijojmë të flasim për çështjen e të veshurit dhe të mbajturit, ku ju referuam një studimi që djemt jo vetëm nuk ngelen më mbrapa ndaj përkujdesjes për veten e tyre, por janë rrot më rrot tani më me vajzat. Një gjë shumë e mirë, por nga ana tjetër që ndoshta ka edhe pak paragjykime për djemt. Gjithsesi, po apo jo, iku koha kur burrat bëheshin gati për 5 minuta. Sot duan më shumë kohë ata se sa gratë. Po apo jo, po Egzoni, jo Teuta, Denardo, po Arsida. Iku ajo koha, ma. Iku. Tash e ka përshtypje se ne çunat i marrim 30 minutën tonë. Po edhe më shumë se sa goca ti bie. Tash po tikim te berberi, nuk është se vetëm do të qethemi. Në jetën kohë kemi edhe trajtime fytyre. Tani pyetja është kur bëhemi gati për të dalë? Ma mori mendja se do e ke kuptuar. Për të bërë gati pra, është ideja, për të bërë gati. Jo ke Po pra gjithsesi kush ka mjekër që e kuron. Do rregullohesh ta zë një event. Ka mjekrën, secili ka eksperiencë. Jo, shiko, eventet, domethënë eventet kanë tjetër kod veshje, tjetër kod grimi, domethënë nuk është njësoj ja, për shembull, unë nisem nga vetja. Ti ikësh në një event, nuk është se para nisem për kafe. Në momenti kur nuk e ndjej veten mirë si dukem se si jam vesh dhe si dukem përpara pasqyrës. Më mirë jam në gjendje të vanohem 10 minuta apo 15 minuta për punë dhe të vinë punë dhe të jemi motivuar për tërë ditën, që ti kushtoj rëndësi vetes time 30 minuta, se sa të vi kështu shpejt e shpejt të arri me kohë. Dhe të më duket vetja si kohë gjatë kohës. Dali bukurosh për ndryshe më mirë me 10 minuta vonesë pra më kur të vi të marrë komplimentin. Në Kosovë ai, po tjetë në Gjermani ai e diun. Se sa shkon me 10 minuta vonesë. Është një shprehje, po do të vi burra apo ti prandaj ja të mirat që ka Shqipëria nga ana tjetër. Varet edhe çfarë punë bën. Pasi ne kemi pamjen me më shumë që ka të bëjë me dukjen. Më mirë të thonë se si është veshur, si duket se sa pasi duke ai. Ideja është më mirë të shkosh vonë se sa të shkosh shëmtuar me pak fjalë. Më kuptoj Arsida. Po dhe unë e kuptova, Po Gjermani s'lëviz sot nga orari, Gjermani. Puna është zot për Adami. Edhe për ne, po për punën e kemi. Jeta se ndoshta po ta kisha shefe, po dukesha mirë, ndoshta edhe do e mashtroja për 10 minutë që nuk është se do prishte punë për vonesën time. Se do duke i bukur. Jo, Teuta, se kjo ishte me të shkel me syri. Me shkel me syri me të gacmu. Me të gacmu ty. Denardo? Iku koha 5 minuta, sa minuta do të bësh gati? Që them drejtën varet, nëse do të dalë për shembull poshtë e lagja për të pirë kafe, nuk është nevojë, mjafton vetëm flogot që i kam çik kështu, që i kam çik komplekse me zi rregulloj, se ka filluar dhe të mbien. Ka filluar flokët që më marrin çik. Ja se aty ke klinikat presin shkosh ti mbjellësh. Sa te kuros ndonjë bluzën nëse kam të pa e kurosur, domethënë kur dal e ke pjesë rutinës kremin për këtë ku diun, anti-rrugë se di ke filluar. Po i kam thënë drejtën. I kam zakonisht ai bëjnë darkë, kështu që kur e vendos që nuk do të dal para se të flek, kështu që nuk më merr shumë kohë. 5 minuta se s'ka shansa, do bësh dushin. Pastaj do bësh kurosjen. Në atë sensi është që janë meshkujt ata që bëhen më shpejt gati kur një çift do dali apo janë femrat? Aty bëj fjalë tash me 5 minuta në bazova tek ajo. Të 5 minuta po nuk ka më, ka ikur ajo 5 minuta gati. Po femra ka dhe bijute, po ka dhe flok më të gjatë, po do heqi një bigudine. Po i kombinon ky vathi me këtë veshje. Unë paktën nga eksperjenca ai. Kam iden më fal, po kam iden që Egzoni e llogariti në proporcion me gjatësinë e flokëve. Në proporcion me gjatësinë e flokëve, vaj më tepër kohë. Llogariti kisha më gjata. Partneri ku 5 minuta. Shprehja pasqyr, moj pasqyr. Duket se sot i rri më shumë burrave. Po, absolutisht. Po, thot Arsida. Po, sepse kanë... Ja, të marrë përgjigjet e të gjithve. Po, jo, Denardo. Jo, ku e lëshon fronin Teuta. Jo, Egzoni, Arsida. Ju qëndron sepse janë gjithë... Shiko, rrjetet sociale, siç na kanë ndikuar ne femrat, kanë ndikuar dhe meshkujt. Ato shohin, krahason dhe janë gjithmonë në kërkim të perfeksionit. Është një problem i shoqërisë tonë. Kështu që dhe meshkujt nuk i shpëtojnë dot kësaj gjëje dhe para pasqyrës kanë ato kompleksitetet e veta. Kështu që e kanë gjithmonë dëshirë komplekset, për të qenë gjithmonë më bukur dhe më të kuruar.
Dhe para pasqyrës. Pra, i shkon dhe jo vetëm para pasqyrës, por për fat të keq jemi në një fazë ku tashmë mashkulli nuk është më në atë energji mashkullore siç ka qenë ose thjesht mjafton të merrte frymë në thojza, dhe është edhe në një farë kompeticioni me femrën, dhe nga ana fizike dhe nga ana karrierës dhe çdo gjë. Është periudha dhe shoqëria e tij në këtë moment. Në ç'kuptim, në garë me është në kompeticion me femrën. Nuk do duket më mirë edhe në çift edhe në patjetër, nuk është më që burri mjafton të merrte frymë dhe femra duhet ishte më e bukur. Tani edhe meshkujt kanë atë tendencë për të pëlqen kjo apo? Jo, s'më pëlqen. Se e kuptova. Jo, sepse është edhe çështje energjie. Femra, domethënë duhet që të jetë në energjinë mashkullore që femra të jetë në atë femrore dhe të ndjehet më mirë dhe të ndjehet më e observuar. Ja, shif Exonin për shembull, kush do të duket më bukur, Exoni apo partnerja? Do ta marrë ekstremitetin, po ma mërmendja se s'do ndihesh e mirë, po sigurt ta kishte afër një partner i cili nuk është i qetur, i cili nuk është i ruar. Nuk po flasim për të kuruar, po flasim për pjesën që ti je për te. Jo, s'u kisha tek pjesa joa, e kupton? Jo, je për faktin që ti dëshiron të kesh diçka më shumë, të jesh ekstra. Po flasim, nuk po flasim për plame, për të rrugullume, sa ato tashmë nuk vjen më në diskutim, janë çështje ekstra, pra në qoftë se i pëlqen që të vishet, të kombinohet, të parfumoset mirë, të jetë në qendër të vëmendjes Bieta, do më ka dëshirë që të jetë në qendër të vëmendjes në qendër të vëmendjes. Tash s'mund të jetë ekstra, nëse ty të kanë rënë flokët edhe ti ndjen të nevojshme, bësh një ndërhyrje tek flokët. Situata e fundit, shprehja janë bërë burrat më keq se gratë gjen vend shumë në ditët e sotme. Po apo jo se kina kanë mbaruar dhe minutazhi. Po Exoni, po Arsida, po Teuta, jo Denardo. Pra po ndërlidhem atë në proporcion me më herët, sepse femrat kanë dominuar më shumë, ndërsa tash dominojnë më shumë meshkujt. Pra atë dhe mbien sy më shumë. Ata kanë rritje me të tyrën apo e kanë kapërcyer për kujdesjen ndaj vetes krahasuar dhe me pak edhe kanë kapërcyer. Sepse flasim për këto ndërhyrjet e fundit estetike që thash tek modzat edhe këto, është pak që ka ka përcyer, thjesht bjen sy se nuk ishim ke pjesa që aman lahu dhe tani jemi te pjesa që aman mos u mbakaj shumë. Do thjesht erdhi dita ta ngohemi që pse po mbajnë nga i shumë djent. Mjafton për shkakun të bësh një shëtitje te sheshi Nën Tereza. Ko të rish sikur 10 minuta, shikon njerëz shumë të bukur. Të veshur sa më thjesht, domethënë me shijen, me gustën e tyre personale. Por ti nuk i dallon dot se kush ka të bëjë, se kush është më shumë i kuruar në atë aspekt, mashkulli apo femra. Nuk poze, domethënë pjesën e vetullave, formën e mjekrës, dikush i rruar, dikush i paruar e tjerë. Kto janë bazë. Nuk po flasim për higjienën bazë. Po flasim mbi atë çfarë është, mbi ajo estetika egzageruar, ajo viza kuqe. Për mendimin tim, nuk e kam parë. Të kurohen dhe është gjë shumë e mirë, tregon civilizim, por është shumë e rëndësishme të njohin limitet. Domethënë pa i kaluar saqe, domethënë pa prekur, të ruajnë atë që thash dhe gjatë bisedimit që të jenë më meshkuj, domethënë të jenë të kuruar për të ruajnë fizionominë mashkullore, sepse ato ndërhyrjet aq të shumta nganjëherë pa e kuptuar se do zihemi në shtëpi pasaj. Jo po marrim vesh pasaj. Ti të kuqim po ma jep jo pas trashime, se këtë e zgjodha. Shiko Arsida, po të lutem tash se këtë e zgjodha unë tash po jo. Ne femrat ja u kemi marr pantallonët burrave. Po shiqë që burra sa kanë marrë fustane. Kemi dhe ne faj, po duhet emision tjetër ke kjo pjesa. Shiko të lutem. Nuk na doli. Se do ta lëndë tek çorapet se harrova. Te buskuqi çorapet Teuta Exon tek emisioni tjetër. Juve që na ndoqët faleminderit, që jemi nga ana në premte si gjithmonë këtu ku ka vesh një ftesë në orën 5 Top Channel.